Mirë, unë tani do të bëhem gati për t'i ndezur gjitha mikrofonat me Rita. Nuk e shumë. Të ftuar sot, a? Nuk e shumë, 3 mikrofona maksi. 3 mysafir dhe 1 katër. Ftojmë edhe mikrofona sepse më pas ftojmë të ftuarit, ftojmë një të ftuar, na vjen 2-3 dhe ne e kemi studion e hapur, kështu që jemi të gjymert, shtëpi e madhe. Kështu që ju dëshiroj mirëseardhje Ensara Halitit, e cila është drejtoresh ekzekutive e festivalit Gram Fest. Ne edhe më herët tham një festival goxha i veçantë që mbahet për herën e 6, por që është pak më ndryshe se të tjerët. Dhe drejtorin artistik të këtij festivali, Gani Jakupin. Mirë se erdhët. Mirë se vjen. Mirë se jeni, faleminderit. Faleminderit shumë për shikuesit. Një informacion që Gram Fest është festival ndërkombëtar i romanit, dikush po e quan edhe i novelës grafike, i cili sjell art që frymëzon dhe nderon të tjerët, por ajo çfarë është më e rëndësishme është se ndërton ura. Që nga viti 2019 në Kosovë organizohet me sukses ky festival, i cili sjell artist nga e mbar bota, të cilët me rrëfimet e tyre sfidojnë çdo paragjykim. Për më tepër rreth këtij edicioni, për një botë më të mirë, kështu e kemi titulluar edhe ne, do të flasim sot me 2 të ftuarit në studio. Po e fillojmë. Parë është për drejtoreshën? Natyrisht që po. Ladies first. Kam përshuar kurreshtën time personale, po kam nga ata që për herë të parë ju dëgjojnë, për shembull si puna ime, Grand Fest, pse Grand Fest? Graphic Novels Festival. Okay. Edhe është një shpërtesë, që është vënë prej Ganiut si themeluesi festivalit. Nuk ka të bëjë me emrin tënd. Jo, ja kam një emër që mos më vrej. Inicialet pak aty. Gani Jakupi festival, po ta marr. Shumë interesant. Cilën shkronte ja keni shtu? Cilën? Cilën rëna, the? Qëlloja. Po më duket dikon që një bashkëpunim me zvete pas një bë. Mirë, pak me shaka, do me thënë. Një festival më ndryshe, edhe pse secili festival duhet mi pas veçantitë e veta, por për pjesën, a ka mirë çet mikrofon se diçka zhurmë po e një vetëm Maxi. Mirë është, po Në Almazonin, pak se në zonin e affection. Për novelën, për romanin, për pjesën grafike të tyre, diçka pak më e rrallë. Po, për shkak se jo që është e rrallë, po është i vetmi në hapësinën shqiptare. Në hapësinën shqiptare, po në Ballkan? Po, në Shqipëri, në këtu edhe në Maqedoninë, Mardika, Dush, kjo është i vetmi. Po është njëri më specifik edhe në Ballkan, se në qysh në edicionin e parë, në kanë mas edicionit parë, dhe do të thamë, Ministria Kulturës të Francës në ka fut në rjetën që e quajke BD 2020-2021, BD është për shkurtësisë franceze për roman grafik. Bonjour. E tash kam rritë, tash në jemi në edicionin, veç se para edicionit 6, festivali më i madh botëror për roman grafik në Angulem në Francë, në ka fut në listën e 12 festivaleve botërore që kanë prezentojnë një projekt për bashkësisë evropiane për me na financue një përpos funksionimit tonë të zakonshëm edhe disa aktiviteti tjera që me mujtë me realizu ma agjansisht, ama jemi të nderuar për shkak se jemi prapse modeste 5 edicione për në kuptim botnor, për shembull Angulemi ka 50 saj kjo diçka. Po aty 60 ka. Na jemi në kohën fillim, po jemi në shtete si Franca, Italia, Spanja, Portugalia, Tunizia, Kroacia, Polonia, Finlanda, edhe Belgjika në përmenë. Nëse, e plus janë associated, bashkangjiton edhe Japonia, India dhe Korea Jugut, kështu që për neve po është ka një depërtim botnor. Po, dhe i përmende disa shtete të cilat rrallë dhe mund të jenë prezente në vendin tonë, apo ndoshta për herën e parë. Jo, për në ato jemi kogjo, për që ata jemi dalum. Kjo shumë e rëndësishme. Jemi dalum në Ballkan, për shembull se na kemi ftu musafir nga shtete që kur s'kan ardhur në Ballkan, por nga artistat e cila shtete s'kan ardhur në Ballkan, kemi pas prej Tajvanit, prej Kube, prej Finlande, prej Suedie, po natyrisht për neve po është e rëndësishme se pe kemi një qasje më origjinale. Me u njoftë Kosova, që është shumë e rëndësishme kjo. E më pas arti, sepse arti bashkon dhe thyen kufi. Edhe
Që aty si për shkak se në Francë ki festivale, se Franca është më e fortë në Evropë, po në Francë në botë janë 3 qendra, janë Japonia, Franca e Belgjika që shkojnë bashkë edhe Shtetet e Bashkuara. Në Francë është shumë baza, shkojnë musafir nga Franca e Belgjika që janë kryesor, masë marrin pe Italie, pe Spanje, diçka ku dallohet diçka. Ana një vend që ashtu që i merr ka pak festivalin në Francë që kanë pas musafir nga vend që kemi marrë na bile kur po vinë musafir, ata po vinë artista me renome tona, po thojnë, për shembull disa vende se kanë ditë që ka Kosovë dikon. Jo, që ka si artin që ato vende për ka na i kemi ftuar. Më pëlqen shumë muhabeti ju të dyve. Le të pyes pak detoresha shkoj tek muhabeti. A e gjena mundsi? Se në fakt dua ta zbërthej pak. Pse festivali ndërkombëtar i romanit grafike? Pse i romanit grafike? Ta zbërthem pak më popullor që kështu? Së është vetëm roman grafik. Atëherë, çdo vit përzgjedhen 3 ose 4 libra të cilat përkthehen në gjuhën shqipe, më saktësisht në gegnisht. Okej. Se tosknisht po besoj që kemi mjaftuar, po pse jo edhe pak gegnisht. Pse ndërkombëtar? Për shkak se pjesa më e madhe e artistëve janë të huj, sepse në Kosovë nuk kemi hala artist të mirëfillt, se ka pas një ndalesë ose një shkëputje prej romanit grafik që ose nuk kanë shkru ose nuk kanë vizatu, për shkak se është krejt janë të ngërthyme në një vend. Edhe artistë ndërkombëtar që vinë kanë një mundësi me u njoft me të rinjt, që po pretendojnë me kanë ose shkrimtar, ose vizatus. Edhe në këtë mënyrë bëhet një rredzim në vendin tonë, pa pas nevojë për me dalë në vende tjera. Mirë po, çdo vit po ka risitre janë në festival. Këtë vit kam u përzgjedh njëri prej fituzve që kam shku në një rezidencë artistike në Francë, në njënin prej 3 festivaleve më të rëndësishme në Francë, Pays des Baumes. Blua. Po, Blua. Qytet Blua. Po. Edhe do vije drejtori artistik i këtij festivali edhe kam e përzgjedh fituesen në mbrëmjen hapse sonte. Para se të flasim për festivalin i cili fillon sot, po duhet edhe pak sqarim për ata që janë me ne. Do thotë kjo s'ka të bëjë shumë për artistët e fushës, por dhe për artistët e tjerë. Nuk është po besoj e lehtë që të bësh një roman apo një novel grafike. Nëse po e quaj drejt. Morë i notë i romanit grafik. Po do me bo novel, është roman. Roman grafik. Po përkthimi nga shtesilla. Po jemi tu e vendos një si ako marrin natë po vetu. Ne trije do të më mirë më përmbajt një anë, mësa se mu për shembull më vetëm pse s'po i thu komik. Po unë kam bërë për shembull kthimin në Kosovë për ditët e para mas luftës, tash qysh me mund me quajt këto komike. S'ka kur gjën komike në ta. Romani i përfshin gjitha dhe komike dhe të serioze të prandaj edhe roman grafik pavarësisht. Porno. Ta preva pyetjen. Jo, nuk ma preve pyetjen, sqarove edhe diçka më shumë, domethënë. Por si është ta bësh një roman, një novel grafike? Pa jo është punë që duhet me shkru për çfarë na që është tha edhe. Shumë elemente aty e përfshihen. Po natyrisht, që është tha edhe kjo që duhet me kanë shkrimtar, duhet me kanë vizatus, na bëjmë punëtori, kemi bërë ta shumë vizatus, e kemi parasysh me përgatit me ndonjë specialist botor, me majt edhe punëtori, me aspirus, me ata që ambicionojnë me u bo skenarist, romanografik, se duhet me kanë shkrimtar, po nuk është e njëjta teknikë si kur e shkruan, si kur e përgatit për kënë, se është njëjtë si për mediator, se është njëjtë si me shkruar skenar për film. Ti s'mund me ju qasë si një romani të mirë fill. Kështu që është punë kogje e komplikume, e komplekse, po edhe gjithashtu është diçka që njerëzit e din, po teknika e rrëfimit në roman grafik është absolutisht që i aplikohet edhe në film, se në film para si më regjiron një film serioz, shkruhet, realizohet një storyboard, pamje kanë sken ma skene. Gjitha në storyboard, po. Po edhe ato, jo veç për filme, po edhe për një klip muzikor, ose qka do që t'jenë. Ne, se dikur u bënim për klipe, tash më pak bënë. Po, tash për që bëjnë gjartë. Ama ka një farqasje, kështu që
storyboardi një filmi është në vërtet një roman grafik ma i thjeshtësuar, se përfaqësohet aty në si vin kvalitet ai regjisori do të vesh me pa që shpeshe që ka pa kandet. Qasja është më tepër afërt me to, po në anën tjetër ai bëhet vesh për regjisorin, duhen vesh pamjen. Këtu nevojitet me pas dialogje të mira, nevojitet me pas me qenë shumë e thjeshtë sepse duhet me kuptu personi tjetër që nuk merr erë, domethënë se si bëhet kjo. Kjo është shumë e rëndësishme. Po në vërtet ai i drejton këtë rast nuk i drejtohet regjisorit, por lexuesit. Atë lexuesi duhet me dhon, lexuesi duhet me dhon përkundërzi më tepër kualitet, më tepër për shkak të përmenda dialogjet me kon tërheqëse, se jo veç me ja përshkru situatën, përkundërzi do të me zbari, do të me dhon informacion, këtu që është komplekse si teknik. Shumë komplekse. Edhe ama kur ideja në fillim kur e themelojsha në Grand Festin ishte se Kosova ka mujt me dhënë regjisor, që kryesisht regjisore të mira në lamin e filmit, që është narracion grafik, vizual, pardon. Pse nuk mundet të narracion grafik? Kështu që ka gjasa, edhe konkursi që përmeni Ensara, ku kemi pas kandidat, ndër më të mirë janë kon femrat. Të rejat 20 vjeçare, po me një kvalitet, kanë shumë vizion në këtë aspekt. Absolutisht. Kështu që na kemi me realizu diçka, kemi me bë diçka, jo vetëm se këtë çmimin kryesor do marr atëherë një vajzë apo ja. Ajo vendoset. Jo, vajzat, gratë do të realizojnë, çmimi shkon te burrat. Burrat vlerësojnë çmimin për atë në këtë rast, kjo përmendje me Sara se përmene, vjen drejtori i festivalit në Francës, edhe kemi bashkarisht kemi me vendos personit cilit, po ja japëm çmimin këtë rast. E kush vendos? Na dy. Po, çka po du me thonë, çash jam i kënaqur me kandidime, që kush ka hup si vet ka gjasa që në mot ne u dërgu atje, se kemi ideja që ata më na mbështet vjetë na lidhëm marrëveshjen që si vjetë në angulem me ta, po nëse janë të kënaqur ata, ta kanë na ofru prap mbështetje, edhe kemi me i dërgu autor ton jashtë, plus që përmend tonë projekte europian, këtu me gjasa aty kemi mas mbështetje, kështu që kemi me ja hap dyert artistave tonë. Do një artist nga Shqipëria, kemi Geg edhe në Shqipëri, Shkodra. Nuk është kjo që na i përkthejmë Gegisht, ama nuk imponojnë ata mund me shkruaj do të kemi nga Shqipëria. Absolutisht, na kemi të ftuar që të në këtë festival si artistat verset formu. Unë tash deshta pak me fol sepse e spjegum pak në vija më të largta dhe më të trasha, por tash po ndalemi të festivalit që fillon sot. Ensara na trego kush janë pjesëmarrësit, nga cilat vende, çfarë do të prezantohet, sa do të zgjat pak informacione më shumë rreth festivalit. Kemi një surprizë në një shtet, në një vend Shqipo me larg afër, s'ka problem, nga Amerika, nga Ballkani. Amerikë këtë vit nuk kemi trojave për rreth, mirë po edhe pjesës europiane, mirë po përveç artistëve kemi edhe gazetar një ani prej Belgjikës, prej përditshmës më të rëndësishme atje Le Soir, edhe prej El Pais, për shkak se festivali fillon prej sot me datë 16 deri me datë 20. Sonte është vetëm hapja në bibliotekën kombëtare prej orës 7:30, ku pas hapjes në bibliotekën kombëtare kam u pasu me një vizitë në Fakultetin e Arteve, ato është një ekspozit prej veprave të krejt të ftuarve. Pastaj kanë mbërritur të ftuarit? Disa kanë mbrit pram sot janë të ardhur edhe po shpresojmë që para festivalit më kompletu. Jam shumë kurioztar të di këta që kanë mbërritur ose janë për herë të parë për shembull. Çfarë thonë për bibliotekën, për ndërtesën e bibliotekës? Shumë fol shumë për atë bibliotekë. Ata kanë mbërrit, po halasionin bibliotekën. Nuk ja qelën derën te sonte. Okej, na tregoni më pas. Pjesa më e mirë e bibliotekës në amfiteatr është kur mbesen. Po, është edhe brenda. Po edhe jashtë shumë interesante. Po edhe në edicionet kemi përvojën edicionet më pashme, janë të fascinuar. Shumë ju pëlqen. Ajo
Ndonë se u komentu shumë këtë biblioteka, por lirisht më të themi që është e veçantë. Të denoncojmë Google-in të mos e shënojë 10 objektet më të Jo, përkundërzi, mune le të mbajnë se janë shumë të kënaqur që po vinë aty. Okej, janë kurioz. Edhe pembajmë aty se janë fascinuar, po ju pëlqen shumë, po kanë qef me kon aty për shkak. Çfarë tjetër po ju pëlqen këtyre që vinë nga këto vendet pak më jo të pazakonta, janë zakonta, por që më rrallë, do më thënë, vizitojnë Kosovën, tradita, kultura, arti. Kur vinë zakonisht me një paragjykim, për shkak të politikave. Për shkak të politikave, po prapë po them, përveç artistëve janë gazetarët, ata që po e vendosin Kosovën në një hartë artit, jo vetëm konflikteve edhe politikave. Masandej në çdo punëtori që organizohet për ta, ka shumë nxënës që janë të interesuar, mirë po edhe student, edhe shumë shpesh ka ndodhur që student kanë bejt jashtë që s'ka pas vend për ta. Punëtorit organizohen në shkolla fillore, në shkollat e mesme, edhe në universitete, qoftë ato publike edhe private. Këtë vit, me reja është që kemi një libër për fëmi, për herë të parë që botohet, edhe krejt këtu libra kanë me udhuru falas, si çdo edicion, pra pre edicionit parë, ideja nuk është me shit, ideja është me engjall dashnin. Mund ta marrin falas një libër? Patjetër, përveç më fal, krejt librat janë falas, edhe për të rritën edhe për fëmijë, mirë po, çdo diel të çdo edicione në librarin Dugagjini organizohet sesioni në nënshkrimeve ose i dedikas ose nuk është vetëm një nënshkrim prej autorëve, mirë po është një vizatim i personalizum që mundeni ose për juve ose për dashunit e juve me marrë edhe mua dhuru si dhurat. Pra këto janë. Është e posaçme për Grand Festin se na nuk kemi minuar fillim që po bëjmë diçka posaçme, kishim që që përmendën Sora që dojna me zgju dëshirën për këtë zhanër artistik. Ama kur ka ardhur se ka ardhur një rast ka ardhur drejtoresh artistike ambulenit që ati festivalit matematik. Është ma vonë kemi po kur ka shkruar për media ka thonë si masoj jemi vetëm një festival në botë që boton edhe i dhuron botimet e veta. Nuk i shes. Për këto po e besoj. Po këtë pjesë po e besoj. Ne kemi pas me Sara kanë negociata me një shtëpi botu se na kanë propozuar me i botu bashkë me ta, po me i shit me një çmim modik. Ensara është aty strikte, po të asë një cent për... Bravo, Ensara, dhe mos e ndrysho, sepse ne e fillojmë kështu dhe më pas, kur e popularizojmë, më pas nuk na besojnë as ata të vendeve të tjera se çfarë çmime dim me ju qitë ne. Le të krijohet në një grup i artistëve, le të krijohet një treg. Më vonë ajo është diçka tjetër që rregullohet. Mirë po. Si principi i festivalit është që librat botohen edhe dhurohen falas. Po. Mirë, ku është rinia jonë? Po më intereson dhe mendimi Ensarës. Ju tha që të rinë tanë, posaçërisht vajza, do të kanë shumë prirje dhe afinitet për këto lloj arti, por Ensara po më intereson duke i di që është më e re në moshë dhe është në kontakt më tepër. Pak, më fal, shumë pak. Bujna çfarë interesimi, po. Si është interesimin e gjeneratave tuaja të reja, pra, për këtë lloj arti? Ka prej atyre që lexojnë manga. Po shumë shpesh i nin të thonë ka shumë faqe, ka shumë shkrem, nuk qem ka du me lexu. Edhe kjo është e vërtet që duhet me pas shumë kujdes në këtë pjesën e sasisë, sepse i trishton disa njerëz se është shumë. Thot jo. Është si, ka herë menoj është si vorbël kjo pjesa leximit. Ka herë të duket shumë, masa ne duhesh me roha dhe shkojnë dikur edhe mos ka kush e të nxjerr. Mandej duket pak. Po, edhe njëna prej aspiratave në vitet në vazhdim është që librat përveç që dhurohen me kanë në secilën bibliotek qyteteve për rreth, ato me mujt me shku me i marë, mu mjaftu me to, edhe mu njoft ma shumë me botën e romanit grafik. Interesim ka, ku do të me pas... Dhe kjo nuk është vetëm Kosovë, ta themi. Problemi është për ta, është për shkak se ky art është duksu
Sot shumë në interesime jo, po s'kan djeni për të. Pikërisht, është diçka. Në Shqipëni e mikon për parave, se mikon në Shkodër, edhe në Tiranë, atë në befasu se thëshin qësh mujnë më trajtu këtë tema në fumeti, se s'kishin as fjalë për këtë zhonë, jo, romani grafik tash, a mujnë me imponu jo, ama kishin interesim, po s'kishin një honi. Për ato duhet me pas më shumë informacion, me u reklamu më shumë, edhe më pas interesimi vjen, sepse ne i dim që artistë shqiptarë kanë shumë, madje që po e dëshmojmë vetën në arenën ndërkombëtare, dhe po e shohim që kudo që marrin pjesë pa shpëtu me nga një çmim është gati e pamundën. Fix, edhe thjesht duhet me au kriju platformën ku munden me tregu veten edhe një shtys. Po. Cila është ftesa që ju bëni sot, sepse jemi nga fundi i emisionit, kush janë për pjesëmarrësit na tregua deri diku, por kush mund të jetë tjetër pjesëmarrës në këtë festival, a ka mundësi që edhe qytetarë të zakonshëm? Absolutisht. Është hapja solemne sonte, masane është Konferenca. ekspozita. Nesër janë 2 konferenca publike në bibliotekën kombëtare gjithashtu. Në orën 12 është prezentimi i librit Josephine Baker, që janë aty të prezent autorët edhe një moderator që vjen për Francë, kam u folë për racizmin, për rolin e femnës në shoqëni edhe në histori. Masa ne kemi në pjesa e dytë është një militar ukrainas që po bjen drejt e perilogoreve në Ukrainë, edhe për bjen ditarën e vetë, cilin na po e botojmë këtu, që morën është aktualitet. Aty kam më zhvillu një debat me tëmë dhe me Enrique Flores, është ilustratori i gazetës El País, përditshmës më të madhe spanjolle, kam më bën një debat rreth luftës dhe humorit. I më dërum prej Jeta Gjarrës. Këto janë të hapuna, prej orës 12, besojmë që kanë 3, që diçka kanë më zgjatë, mujnë marrë edhe dilën në Livrarin Dugagjine. Që kështë në librari. Si që e përmandet edhe. A mund të vinë politikanët? Jo. Politikanët nuk lejohen? Të dera i skanojnë. Me dryna. Se të shumë që në pak prishën i... Me që the të rritë, ata janë të rrisë, dhe mos ta që janë kandidatë. Jo, jem të forë për trio, për të mi. Kjo e rëzëshme ke që kjo. Ma kanë marrë i natë për shumë sene tjera, atë më marrë me për shita. Për ato sene tjera nuk përdojmë sot me folë, se është folë gjatë, që ato tjera po i lëmë. Neve na interesoj pikrisht ky festival, sepse dikush ndoshta do të kishte edhe dilema. Ma shuaj një kërneshtë ju jetoni në Francë më shumë apo në Kosovë? Jo, unë kom jetu 12 vjetë në Francë, 12 në Paris, 3 vjetë në Toulouse, 34 vjetë në Barcelonë, 1 vjetë në Bruxelles, që tash momentari që më kësaj dhe veç para nisje është. A pas ka njerë që jetojnë 200 vjeta, që pas nazis? E si po shikon artin për shembull në Kosovë qofte në këtë festival, është duke zhvilluar si në Francë? Jo, na jemi largë, na jemi Fillimi ende pa e... Absolutisht, jo, kjo është kalon me Në klasë pari, në viti 6. Po mirë, nisi e mirë, apo e fillimi mirë, një mba. Fillimi, absolutisht, për se kemi brum, se ka javelen. Krejt është me pas brum, si të ke brum, ajo zhvillohet. Se na po shpresojmë me lansu një gjenerat artistëve në roman grafik, ama në muzik, në film, janë lansu, s'kanë prit, edhe një vend që mrena viteve të para të ekzistencës, jep që më në emra botnor, du të më parën pak modeste me adit kimetin. Absolutisht po. Kështu që urojmë herën tjetër kur të bashkëbisedojmë të flasim edhe për një reklamim që fse mund të themi dhe për një përshtypje shumë të madhe që të flasin edhe të tjerët rreth këtij festivali. Edhe jeni të mirëseardhur në gjithë në eventet tona. Shumë faleminderit. Suksese tutje, Sara dhe Gane. Faleminderit.